Pemishtja ma madhe në Kosovë e arës, pak me vones kemi ardhë pas përfundimit të fushatës. Kur ka nisë vjedhja e arës? Së pari mirë se keni ardhur plantacionin me ardhë të kompanisë 4X Prisma. Tash jena veç në përfundim sezonit vjedhjes, ku ka fillu ditëve të para të muajit tetor, dikun me 2-3 tetor ka fillu, edhe ka përfundu në ditën e djeshme, ku më rendiment nuk jena nda ashtë të knash, për arsye se kena pas dame prej ngrica pranverore, cilat na kanë dëmtu bimët polenizuese që ka plantacioni, kryesisht varieteti Çanther, që ka polenizuesin Frankfurt. Edhe nuk kena pas dame të cilat nuk kena mujt me arrit rendimentin e knaqshëm gjatë këtij viti. E bëni krahasimin e këtij viti me vitin e kaluar. Vjet kushtet klimatike janë konë super. Ka pas të atësina, po duke net gati me ujitje, kena arrit cilësinë e duhur. Si vjet, edhe pse kena pas dame, nuk kena pas rendiment shumë, por çaj rendiment që akon i knaqshëm, për arsye se fruti mrana që akon thelbi komplet i mbushur. Domethënë edhe mallësia frutit ka qenë e madhe. Fryti, Po. thelbi. A keni pasur problem me punëtor? Keni pas mjaftueshëm punëtor? Kena pas mjaftueshëm punëtor për arsye se na shumica e punëtorëve që e kemi janë familjar, veç deri 10-15 që e marrëm sezonal që janë. Keni sipërfaqe të madhe me arë, keni në vitet të ndryshme të mbjelljes, natyrisht që ato që janë më të vjetra, është sasia më e madhe, sa kanë qenë në fazën e vjedhjes? Sa hektar? Dikon 22 hektar kanë qenë në fazë të vjedhjes, edhe ato në vite të ndryshme, duke fillu për vitet 11, 10 të poshtë. Tjerat hala nuk janë problem. Sa sipërfaqe përgjithsisht i keni? I kemi 26 hektar në kultivim, kurse jenë me të bën përpjekje 24 hektar me ngrit në vjesht, fidane të reja, dikon rreth 9.000 fidane. 24 hektar në vjesht. Në vjesht. Tokën e keni Protësi tunë. Keni në pronësi t'jujnë, keni ble me siguri tash. Po, tashva. Ja po fshijarin. Faleminderit. Edhe përgatitit e keni bo atje. E kena ba, po që të treshnat e fundit nuk na kanë lënë me bon lavrimin, po shpresoj dita e afërmta bëhet lavrimi i thellit të tokës, edhe punimi tjetër rrafshimi, edhe veç me fillu me mbjellje. Ndërkohë rreth në muajin nëntor, 15-20 nëntor veç fillon vjedhja.